tas qëndrime, po gjatë kësaj rruge, në përpozitat që i kum pas, me pas strategjinë identike. Aja ka ndryshu. Dhe, po e ritheksoj, unë e bëj minimumin e pranimit realitetit për maksimumin e ndryshimit ti. Nuk do të isha në këtë gjendje, po mos të ishin ato marrëveshje të 2013-2015. Ato e në trashëgimia juja. Presidenti i Serbis nuk po e dënë këtë asociacionin e draftit të emisarve. A dini që po dënaj? A i po e dënë që atë zajednicën e juj. A i po thot vetëm 2013 o 2015 edhe asë gjë tjetër s'pranaj. Vështirësit më të mëdha gjatë bisedimeve në Bruxelles i kemi këto. A i po thot asë gjë tjetër s'pranaj. Vetëm 2013 dhe 2015. Pra a i po ju lyp juve. A i po ju dënë juve.